Përsa Ibn Kaimi, Allah më shoh, thotë se humbja vëllezërve është nga humbje më të mëdha. Kur vllai i mirë vdes, kur një vllai sinqert vdes, kur me ato ai të largohet prej kësaj dynjaje, që atëherë neve na bjen mend se sa vllai i mirë u kon ai, se sa i devotshëm u kon ai, se sa të mira i kena pas në prej tina. Nëse më lejohet me përmend si rast, na e kena pas një vëlla atje në Gjilan, cili ka qenë radhondur e Juve këtu në Gjakov. Allah e pas mëshiru. Vlerën që ti vllavit na i adina veç që tash që masi ai ka vdek. Allah e pranoft në mesin e shahidave për shkak se ka vdek për një smundjes. Dertën e këtij vllau edhe devotshmërinë e këtij vllau na e kujtojnë veç që tash masi që ai nuk e kena pranë vetës tonë. E që ka pas raste në mesin e vëllezërve, që kur e kena pasën afër, kur e kena pasën prezent, nuk ja kena ditë vlerën. Nga njëherë është nënçmuar, është bollizu për shkak profesionit të cilin e ka pasë, ose ka qenë doktor në profesion. Nga njëherë nuk ja kena ditë vlerën, nuk ja kena thirrë në mezhdise, veç për shkak disa shprehje të cilat ndoshta i ka pasë. Tash që nuk e kena në mesin tonë, kur po mbledhim vllazninë në mezhdise, pe dina vlerën të cilin e ka pasë. Gjatë kohës sa u konë në spital, edhe u konë në krevet vetëm se smujat të cilën e ka pasën e pa dobësue shumë. Në qatë gjendje, i hub ke vedia shpesh. Rastin të cilën e kena pas me hoxhën, kur ka telefonuar me kamerë, ka thirrë veç për me e bo një pyetje, që gjatë ka shumë me zhdikse të cilën e përmeni tjetin rast. Pyetja që e ka bo e thot, hoxh, ka njëherë vetia, nuk me di cilat namazën nuk i kon falë. Që kjo ka qenë derti i tina. Vllai i tij tregon, kur u konën afër tina në spital, sa herë që i ka qenë syt për vedijës, që kur i ka ardhur vedia, asnjëherë nuk ka vetë për fëmijët e vet ose për gruan e vet, por se ka vetë tek namazet kanë kalu. Që kjo u kon devotshmëria e çetillot të cilën e kena pas.